Për ngritjen e një pallati 11 katësh në mes të bllokut, leja për ndërtimin e të cilit është dhënë nga kryebashkiaku në Ike i Tiranës, Lulzim Basha, në vitin 2014, është shembur një vilë që mbart vlera monumentale. Në këtë foto ekskluzive të A1 Report është vila e cila ishte në mbrojtjen paraprakët e Ministrisë së Kulturës për janarit 2015, një objekt i trashëgimisë kulturore të kohës së monarkisë. Denoncimin për dhënien e lejes abuzive të pallatit në zemër të zonës së ish-bllokut në rrugën Brigada e 8 e bëri publikisht për mediat arkitekti Artan Shkreli. Bëhet fjalë për këtë pallat që po shihni në pamje e që po ndërtohet në mes të dy pallateve 12 katëshe me një distancë mjaft të vogël nga njëri tjetri. Sipas Shkrelit, leja është dhënë nga Basha në kundërshtim të plotë edhe me planin e qendrës së Tiranës, por edhe praktikat e planit të njësisë vendore. Pikërisht tani, kryetari i bashkisë vazhdon të japi lejet në Ike, ka dhënë një nga lejet më skandaloze që janë dhënë ndonjëherë në Tiranë, midis dy pallateve 12 katëshe ka dhënë një leje 9 katëshe plus 2 katë tjera nën tokë. Dhe jo vetëm kaq, e ka dhënë në kundërshtim me qendrën e Tiranës, e ka dhënë në kundërshtim me listën e Institutit Monumenteve të Kulturës, i cili kishte klasifikuar një vilë të vjetër Tiranës të kohës monarkisë si një objekt të trashëgimisë kulturore dhe e ka dhënë në kundërshtim edhe me vetë praktikat që kanë ndërmarrë me planin të njësisë vendore. Pasi argumenton se ku qëndrojnë shkeljet e Bashës, Shkreli bën thirrje që të mos u bëj presion gjykatave për zhbllokimin e lejeve, por të marrë përsipër përgjegjësitë. Duhet të mos ushtrojë një trysni ndaj sistemit gjykator dhe ndaj sistemit të drejtësisë, i cili legalizon këto lloj lejesh sapo pushteti qendror i bllokon. Leja është bllokuar dhe si në shumë raste tjera është ndërhyrë pranë gjykatave për të bërë, sidomos pranë gjykatës administrative, për të bërë zhbllokimin që kryen inuku me shumë kompetencë. Duhet të ndaloj urgjentisht dhënien e këtyre lejeve masakruese. Duhet marrë përgjegjësinë që ka bashkia dhe pushteti vendor. Të dhënat e punimeve tregojnë se pallati i cili po ndërtohet nga shoqëria Lid SHPK është pajisur me leje që në janar të vitit të kaluar, ndërsa punimet pritet të përfundojnë në qershor të 2016-s. Gjithashtu pallati po ndërtohet fare pranë rrugës Brigada e 8, një tjetër kriter i shkelur me planin e ri urbanistik të Tiranës. Pas këtij denoncimi ka reaguar Bashkia e Tiranës pa dhënë shpjegime konkrete për këtë rast, por duke pretenduar se çdo leje këto 2 vite është dhënë në përputhje të plot me ligjin dhe planin urban të Tiranës. Sipas bashkisë, çdo bllokim i paligjshëm nga Inuk është presion korruptiv për të vjerë rrushfetin, si në kohën e Ramës dhe Sekserit Shkreli.